Mirëmbrëma miq Pathana. Jemi në puntatën e radhës. Të ftuar kam një personazh që unë du ta cek si gjithmonë, ata që vinë në këtë studio, unë mundohem t'i përzgjedh njerëz që s'pari kanë një kontribut në jetën publike, japin sigurisht një shembull, por që janë edhe mendje të zgjuara për të cilët ne kemi nevojë kaq shumë këto kohë. Jo vetëm këto kohë, por kemi nevojë gjithmonë. Ajo është poete, gazetare, është përkthyese, mundohem t'i rreshtoj gjithmonë profesionet edhe pasionet që kanë të ftuarit për treguar kontributin e gjerë të cilat ne do t'i zbulojmë. Pastaj jeton prej 20 e ca vitesh në Holland, vjen her pas here në Shqipëri, është e dashuruar me vendin e saj sigurisht. Në studio me mua është Albana Shala. Albana, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën, Liridan. Ti vjen shpesh në Tiranë, edhe ne shihemi shpesh bashk, është gjithmonë kënaqësi, por a ka një gjë që ti e vëre sa herë vjen në Tiranë, pra vjen dhe shkon. Ndoshta këto ardhjet e vajtjet e tua të shpeshta nuk të lënë vend për të kuptuar se çfarë ka ndryshuar, po si e gjen Tiranën sa herë vjen? Për mua në Tiranë mbetem pika referimi miqt. Dhe unë të konsideroj një mik të ri, do me thënë një derë e hapur më shumë, një vend ku ulemi dhe shkëmbejmë mendime më shumë, dhe jo vetëm mendime, po dhe poezi. Do me thënë, ajo Tirana ime me ato parqet edhe rrugët e pakta dhe makinat e pakta nuk është më, dhe biles Tirana, kam një poezi, kam dy rreshta që thonë Tirana ndimër i ngjan kantieri pa shenjën ruhuni nga Vinci. Tani në Tirana ka ato shenjat ruhuni nga Vinci, po është një Tiranë e transformuar për mirë dhe për keq. Për sa i përket ndërtesave dhe që janë shtuar në Tiranë. Për mirë me idenë që sot Tirana është vendi që ka mbledhur gati 1 milion shqiptar, të cilët të gjithë në darkë i bëjnë ato hesapet të tyre se si ka shkuar dita dhe pastaj të nesërmen dhe fillojnë dhe ndërrojnë se çfarë do bëjnë të nesërmen. Ndoshta për te mbijetesës, domethënë kjo ka ndryshuar. Ndoshta janë të ëndra që ne na mbajnë. Të kam pyetur, mbajmë një herë çfarë ndryshon Amsterdami me Tiranën, pra të bën përshtypje kaosi i Tiranës, sepse Amsterdami ku ti jeton ka një kaos, po ka një kaos të organizuar, ka të bukur, ka Tirana ka të organizuar. Dhe më ke thënë që nuk më bën përshtypje? Jo, sepse kaosi atje është kaos i cili i sjell shumë para Amsterdamit. Domethënë gjithçka që është atje është komercializuar, edhe kultura, edhe tradita, edhe historia. Dhe në çdo hap ajo e vjetra ruhet, mbirmbahet edhe shitet. Kurse këtu e vjetra ndoshta s'ka pasur shumë në Tirana vetë si kryeqytet, s'ka pas shumë histori si kryeqytet, por e vjetra këtu përgjithsisht shëmbet, dhe mbi të është ndërtuar një Tiranë e re, e cila edhe ajo ka filluar po shitet, komercializohet. Po, sepse modelet prej andej marrim. Po këtu ka shumë energji, ka shumë, dhe këtu jeta fillon në orën 6 të mëngjesit, gjithë njerëzit dalin nëpër rrugë dhe fillojnë të bëjnë, të fillojnë të kenë atë veprimtarinë e tyre, gjithkush merret me diçka, me idenë që jo vetëm të nxjerrë bukën e gojës, po të rregulloj problemet e veta. Disa janë jetike, disa janë edhe çështje luksi. Ta bëra këtë pyetje sepse për ty Tirana, kam përshtypjen, nuk është një qytet që ti nuk e lindur në Tiranë, ti ke lindur në Shkodër. Pra nga Shkodra ke kaluar në Tiranë, ke jetuar disa vite të jetës tënde dhe pastaj ke shkuar në Amsterdam. Pra koha që ti ke kaluar në Tiranë është, kam përshtypjen, më e vogël se koha që ke jetuar në Amsterdam dhe në Shkodër bashk. Në Shkodër s'kam jetu. S'ke jetu fare, pra jo. Ti vetëm ke lindur atje dhe më fol pak për këtë pjesë fëmijërisë tënde, pra. Erdhe në Tiranë, si u zhvendosët, prindrit, babait ka qenë gazetar. Nuk erdha, më sollën. Patjetër. Mbas një muaji, pasi kisha lindur në Shkodër, siç ishte tradita atëherë në vendin e babait, prindrit e mi erdhën përsëri në Tiranë, të dy me punë. Dhe kam donjur një vit të gjyshja ime, të gjyshja tjetër që ka qenë Korç, po janë vite që nuk i mbaj mend shumë mirë sepse kam qenë e vogël. Dhe në Tiranë kam jetuar në fakt
nga 0 deri në 8 vjeç dhe pastaj 8 deri në 14 kam qenë në Kruj, një qytet shumë i dashur për mua, sepse atje kam kaluar Po në Kruj pse? Çfarë ndodhi? Pse shkove në Kruj? Ima tu transferua atje në gazetën lokale si pjesë e asaj lëvizjes madhe, fshesës madhe që në vitet në 76-ën kemi shkuar dhe në familja, po ai që në 73-shin, të asaj fshesës madhe antirevizioniste. Dhe shkoj atje që të rinte të ishte afër masave. Kështu që dhe familja shkoj atje. Dhe ai ndoshta e ka përjetuar si një dënim, sa ashtu ishte në fakt, ishte një lloj. Baba juaj punonte tek Zëri i Popullit apo jo? Jo, punonte në Radio Tirana. Në Radio Tirana, okay. Dhe po sigurisht, nga Radio Tirana të shkosh në Kruj ishte. Po, megjithatë atje u njoh dhe u miqësua me njerëz shumë të mirë, krutan, po dhe ata që i quheshin Jabanxhi, njerëz të ardhur. Dhe ishte një grup i mirë njerëz të cilët frymonin dhe ndronin edhe për Tiranën, meqense po flasim, por dhe kishin një lloj standardi të caktuar jetese. Unë kam kalu si fëmijë shkëlqyeshëm, atje nuk domethënë kam kujtime të mrekullueshme nga Kruja. Fëmia juaj ishte në Kruj, ndërkohë rinia 8 deri në 14. Rinia e hershme, le të themi. 14 deri në 27 ka qenë Tiranë. Në Tiranë. Domethënë në ç'vit erdhën në Tiranë, Albana? Në 82-shin. 82-shin. Deri në 95-ën. Deri në 95-ën. Prap nuk është një kohë gjatë në një qytet, ë? Ndoshta sepse unë ndoshta nga që nuk jam tiranse, edhe kam jetuar dhe disa vite në Kruj, dhe jam lindur në Shkodër, e bëj më relativa të qenit nga Tirana. Do me thonë, unë kur mund t'i këndoj një këngë, mund të këndoj që jam nga Tirana, po mund të këndoj dhe jam nga Shkodra, dhe jam nga Kruja, edhe jam nga Ndërkohë që ti 27 vjeç ike në Amsterdam, në Holland. Kishe djalin e vete, Andrea. Po. Të ndihmoi kjo lëvizja, edhe pse e vogël, lokale, brenda Shqipërisë, pra kjo rritja herë në Korçë, herë në Tiranë, Kruj, të ndihmoi që fakt përshtatesh pak me këto lëvizjet apo Europa ishte gjë tjetër tërësisht? Jo, ishte komplet diçka tjetër, sepse këtu kanë qenë lëvizje të kontrolluara, kanë qenë lëvizje që faktikisht u bën me bazë familjeje dhe nuk ishte çfarë vendosnin si individ. Kurse të shkuarit në Holland, në fillim për të studiuar dhe pastaj edhe për të punuar ka qenë një vendim si personal. Me gjithë pasojat që sjell ai vendim. Dhe ndoshta është një nga thuhet që në jetë marrim 2-3 vendime. Të tjerat janë pak çështje fati. Dhe ai ndoshta ka qenë një nga vendimet më të mëdha që kam marrë në jetë, që kam vendosur të jetoj në Holland. Më të mëdha dhe më të mira, besoj. Apo në këtë kuptim e the? Të mëdha edhe të mira, edhe të mira. Si është të migrosh, ose si ishte më saktë, se do të vidhet tek pyetja e krahasimit e Europës djeshme me Europën e sotme. Është dhe libri Zvajgu që thotë Europa e djeshme. Po ju emigruat si nënë vetme. Pra vetëm ti dhe djali juaj në një shtet të largët, në një Europë cilën e njihnin pak. Vështirësitë du të përmend dhe punën, se du të dalim pak te kjo, të kuptoj dhe njerëzit se çfarë është Albana, ku punon Albana, si punon Albana. Ti punon në një organizatë që mbështet gazetarët në gjithë Europë dhe në botë, dhe ke 29 vite në atë vend pune, më the, apo më pak? Po, unë kam... Pra është një... Vërtet kam një 30 vjet në Holland. 30 vjet në Dhe Holland. kam gati 29 vjet që punoj me një fondacion që quheshe më përpara Press Now, kurse tani quhet Free Press Unlimited, që ndihmon gazetarin e pavarur. Unë nuk jam gazetare, Okej. për të korrigjuar, ndihmoj gazetarët, punoj me gazetarët, koordinoj programet për gazetarët, jo vetëm Ballkan, po dhe në vende tjera, për shembull në Kaukaz, në Meksik, Myanmar, tani për shembull. Ne nuk kemi projekte në Myanmar, se aty ka një hund ushtarake, por kam punuar edhe me Myanmarin. Dhe si ka qenë jeta në mërgim. 2 vitet e para të shkollës kanë qenë të mrekullueshme, të ishe studente, bëje një jetë shumë pa ndralla, aq më tepër që fal qeverisë holandeze, kjo ishte financuar. Pjesa tjetër ka qenë një jetë të cilën duhet ta ndërtonja unë me punën time, dhe jam përpjekur dhe t'i hap vend vetes aty, dhe jam koordinatore programit të kjo organizat, njëkohësisht jam dhe këshilltarja e qeverisë holandeze për programin e komunikimit për UNESCO, domethënë ka 10 vjet që merrem dhe me atë,
dhe ndërkohë jeta ka marrë ato drejtimin e vet, kam dhe një djalë tjetër. Lucio. Lucio. Do flasim për Lucion, sigurisht. Dhe par nga këndvështrimi jon, pak nga 27 atje, 30 vjet në Holland, ti shkove si student apo jo? Po, bëhen më shumë vite në Holland se sa në Shqipëri. Duke pas parasysh dhe emigrimin e shqiptarëve në fillim viteve 90, gjithmonë ishin me punë të rëndonta, sigurisht punë cilat sigurisht mjetesën, punë krau, punë. Ne tani e konsiderojmë, po themi rastin tënd, që ti sa shkove një vit dhe gjete një punë shumë mirë par nga ne, se gjykimin mund ta japësh ti më mirë, po të paket ishin ata shqiptarë që gjetën punë të mira nëpër institucione, nëpër zyra, nëpër po themi shoqata dhe organizata prestigjioze të kohës. Sipas te ishte fat apo ishte këmbgulja jote? Si ndodhi ky proces? Është holandezët, ai Johan Cruyff që njihet këtu futbollisti, thoshte çdo disavantazh ka një avantazh. Në 1997, kur unë mbarova studimet, 2 vjeçarin, mora edhe diplomë edhe master, ndodhen ngjarjet e 97-s këtu. Dhe unë kam qenë biles këtu 2-3 muaj. Dhe në Holland kërkoheshin njerëz që të punonin me Shqipërinë, sepse Shqipëria në atë moment u bë një vatër konflikti. Dhe një lloj mënyre dhe angazhimi jon në Shqipëri bëri që dhe në 99-ën të ishim të angazhuar ndryshe edhe në Kosovë. Dhe unë fillova të punoj me programin për Shqipërinë dhe më pas për Kosovë. U hapën 2 vatra. Kështu është, domethënë, ajo ndoshta ai viti i tmerrshëm i shqiptarëve 97-a, që një lloj mënyre më degdisi mua. Më bëri që të rrinja atje dhe mos kthehesha në Shqipëri, se unë isha programu për të kthyer në Shqipëri. Ai vit më dha dhe mundësinë që të gjeja një punë, e cila i përgjigjeshe studimeve që kisha bërë, interesave që kisha, edhe kësaj lidhjes me shkrimin. Kështu që unë shkruaj shumë raporte, shkruaj nganjëherë dhe ese, dhe me ato vite kam filluar, kam shkruajt edhe poezi, tregime, dhe të cilat u botuan më vonë. Pra, shkruan ese, shkruan raporte, shkruan dhe letërsi, shkruan dhe poezi. Pse shkruan? Ose pse ndjeu nevojën shkruan dhe Albana në atë moshë? Pra, në atë moshë, nuk mund të themi që ke qenë shumë e madhe, se pak a shumë në atë moshë kam botuar dhe unë, po ç'ishte kjo nevojë për të shkruar? Pra, brenda asaj gruas që punonte, kishte një djalë që përpiqej, se sigurisht vendi huaj për të mos e bërë, po themi, patetike gjën, patos, për ta trajtuar në këtë mënyrë, se diti se sa ke vujt dhe je lodhë e tjerë për të ndërtu jetën tënde atje, po dëshira për të shkruar, si lindi, poezia, për të plotësuar të boshllekun që ti nuk e kishe në përditshmëri. Më fol pak për këtë proces. Atëre, ato vitet që kam jetuar në Kruj, unë kam pasur mikën time më të ngushtë, Lulieta Leshanaku, që është nga poetet më të mira shqiptare. Dhe unë kam menduar në ato kohë që Luli ishte poetja. Luli ishte ajo që shkruante, sepse Luli shkruante shumë bukur. Dhe unë shkruaja shumë më pak, shumë me modesti. Dhe ndërkohë jam shoqëruar edhe me Moza Ahmeti. Nga Kruja vjen, kështu që ishte pak më e madhe. Kruja se ka një lidhje kështu gjenetike me poetet, Dhe në këtë kuptim, unë jam rritur pak me vonesë, ose kam gjetur zërin tim me pak vonesë. Dhe kam qenë gjithmonë, nga që i madh ka qenë gazetar, miqtë e mi gazetar, kam menduar gjithmonë që janë ata që ishin gazetar dhe poet. Por ai ballafaqimi me atë botën e madhe në Holland, me sa duket, duhet më dha një zë. Kisha nevojë që të jetonja ndryshe, dhe poezia është një lloj mënyre, është një dëshirë për të jetuar, dhe për të qenë lidhur me rrënjtë e mia, sepse unë shkruaj në shqip. Shkruaj edhe në anglisht, sepse këtu anglisht kam studiuar 8 vjet, por kryesisht gjërat, shkrimet, poezit më vinë në shqip. Dhe duke shkruar dhe duke ridimensionuar identitetin tim. Dhe unë shkruaj tani dhe hollandisht, tingëlloj ndryshe, sepse një lloj mënyre mendoj që është shumë e rëndësishme se si mendon, edhe mendimi im ka ndryshuar, dhe perceptimi im ka ndryshuar, por në të njëjtën kohë ajo poezi më ka dhënë zë, më ka bërë kjo që jam. Domethënë, është nëse puna
mund ta quash është si parmaku ku mbahesh gjatë jetës. Për të jetuar, për të jetuar. Poezia ka qenë më ka dhënë një shtëpi, më ka dhënë një vend ku mund të jetonja dhe të ndihesha vetja, pa kufizuar, pa përtej atë dheut, përtej Hollandës, përtej Shqipërisë, përtej atyre ataj që na quhet si emrin, mbi emrin, punën. Po vetmia, jam kurioz, vetmia. A është një spunto për të shkruar poezi? E mrekullueshme. Vetmia në këtë rast, vetmia ti ishe vetëm atje, po themi. Vetmia dhe trishtimi. Vetmia dhe trishtimi të ndërgjegjësojnë në mënyrë të jashtëzakonshme. Se unë kam përshtypjen që njerëzit e vetmuar prirën nga kjo për të shkruar, për të komunikuar me. Po, patjetër. Ti ke shkruar, ke shumë vite që shkruan, ke shkruar edhe libër me biseda, intervista me miqt, ke tentuar dhe në prozë, apo jo? Por poezia mbetet. Pra poezia mbetet shtëpia e pasionit dhe shpirtit tënd. E di pse? Kur kam dhënë një intervistë atje në Holland, sepse botuan ata fondi i letërsisë hollandeze botoi një moment një libër me poezi dhe me tregimet e mia dhe me një intervistë. Dhe unë atëherë, në ato fillimet e mia, i thash, unë e shikoj veten si tregimtare. Edhe tek këtu do një poezi, nuk është ashtu. Tregimi për mua është shumë i vështirë për të shkruar. Romani aq më shumë, dhe dua të përgëzoj për provincën, të cilën ta kam thënë që më pëlqen, është roman shumë i mirë, sepse nuk është kollaj të gjesh tregimtar të mirë këtu. Të lexosh tregimtar të mirë nga Shqipja. Që urime për ato lirikat. Deklaratë fort kjo. Po, da them me gjithmonë. Okej. Kështu që unë në një lloj mënyrë ose një tjetër mbet ajo që mendoj që deri diku di ta shkruaj ose që nuk më lëshon. Të terreni sigurt. Poezia nuk më lëshon. Ndoshta s'më lëshon trishtimi, s'më lëshon vetmia. Romancieri, tregimtari ka nevojë për strukturë, ka nevojë, domethënë ndërton një kështjell, një romancier. Tregimtari ndërton një shtëpi. Kurse ajo poezia sikur një lloj mënyre ndërton një dhomë, po vetëm me dritare. Edhe në këtë mënyrë. Shumë e bukur kjo. Në këtë mënyrë. Shumë e bukur gjendja dhe metafora. Poezitë tuaja flasin shqip, po shpirti ose frymëzimi është nga Shqipëria, nga Hollanda, pra kush vend të frymëzon ose po themi gjendjen, se frymëzimi shpeshherë nuk ka dhe një lloj identiteti, po kush jep gjendje për poezi më shumë, Amsterdami apo Tirana? Unë kam shumë poezi që i kam, domethënë që mund të quhen kanë një vend Kruja, Shkodra, Tirana, Venecia, Malta, vendet e lindjes, emra qytetesh, emra vendesh, Bali. Poezi gjeografike. Poezi gjeografike, por nuk do të thotë gjë. Gjendja është, domethënë, sepse këto në fundit të janë deri diku mund të quhen deskriptive, përshkruese të atij momenti dhe çfarë ngjallin. Them që poezit më të mira, nëse mund të flas për poezitë e mia, janë ato që kanë ajo çfarë më krijon raporti midis njerëzve. Dhe ajo që vjen edhe mbasi ata njerëz nuk janë më. Un kam ardhur këto ditë sepse me gjithë këtë surprizë të bukur që po mbën ti dhe ma bërë edhe para 2-3 ditësh kur organizova atë mbrëmjen poezit e tranzicionit, po përveç kësaj, un kam humbur njëri shumë dashur para 2 javësh. Edhe sot shkova në Vareza në mëngjes dhe ndonjëm aty pa fjalë. S'ka shumë fjalë që mund të thuhen. Dhe e bia Dena më tha, e bia Violës, kushëries time, më tha nuk kam arritur të shkruaj asgjë për mamin. I thash sepse është shumë afër. Shumë shpejt, është shumë afër. Megjithëse ka disa vite që e ndiqte smundjen e tjemës, po nuk arrin, është shumë afër. Dhe ne mund të ndahemi sot. Dhe kjo çfarë po komunikojmë, çfarë po ndajmë me njëri tjetrin, mund të dalë diku në një moment. Mund të jetë ajo shkëndia që mund të bëjë që të shkruhet një poezi. Domethënë, dhe këto janë për mua janë
raportet me njerëzit janë ato që në fundit mbeten, kjo që shkëmbejmë. Mendoj që aty... Shkrove gjë sot? Shkrove diçka sot? Jo, vetëm... Masi ike nga varrezat? Jo, vetëm se... Akumulove kam përshtypjen. Akumulova dhe i thash Denës që sa herë që do të dëgjoj fjalën dallëndyshe, do ta mendoj Violën, sepse Viola ka kënduar shumë bukur kur ishte fëmijë, merrte pjesë në ato festivalet e fëmijëve të Shkodrës. Dhe është ajo kënga e dallëndyshe, shko dallëndyshe, hajde në vendin tim. Filip Shirogës, poezia Filip Shirogës. Të mrekullueshme. Dhe gjithmonë do ta mendoj, se këndonte shumë bukur edhe kur u rrit. Pse ti, diçka që unë e kam vënë re, ke një lloj ndrojtje kur flet për poezinë dhe kryesisht për poezinë tënde. Ti ke marrë shumë kritika nga njerëz të letrave që poezia jote është vërtet e mirë, është një poezi që udhton, është një poezi që udhton gjithkohës si ti. Si ti që je njëri gjithkohës në avion, e udhton. Para pak kohësh ishin në Afrikë kur folëm bashkë. Udhton në Kaukaz, në Rusi, pra kudo je nëpër Europë. Dhe poezia jote është e tillë. Pse ka qenë ndrojtur kur flet për poezinë tënde? Sepse unë nuk kam heronj si poet, po vetëm se kur lexoj poet shumë të mirë, atëre filloj edhe flas me ta me veten time, dhe megjithëse nuk i vën pjedestal, mbetem modeste në atë çfarë arrit të bëj unë. Është fat që përpiqem të mbetem modeste. Kush janë ata poet që ti komunikon me ta? Në këtë mënyrë. Zimborska, Anne Carson, Charles Simic, Paul Celan. Shumë, ka shumë. Shiko, unë ka mendoj poet Hugo Claus në Holland, ka poetesha të reja. Ka shumë poet mirë. E ka thënë Lulieta Shanaku, lexuesi që u eduku nga këta shkrimtar, po themi shkrimtarët e luftës së dytë botërore dhe poetët e luftës së dytë botërore, nuk janë më sot. Pra, shkrimtarët e mëdhej edukuan një lexues të madh, një lexues të mirë, sot nuk besoj se është koha më për ata fatkeqësisht. Kështu që edhe ne, nëse fillojmë të krahasohemi me këta gjigantë, do ndihemi shumë të vegjël dhe ndoshta do kemi një lloj kështu depresionit momenti që mos shkruajmë më. Kështu që mendoj se poezi që ti përmend janë të mira, shumë të mira po dhe ti ke poezi shumë të mira. Dhe është mirë që ti rri modeste, çdo shkrimtar dhe poet duhet të jetë modest, se ndryshe nuk arrin shkruaj ato gjëra, por ti përveç se shkruan vet, ti edhe përkthyse. Ti përkthy disa libra nga hollandisht janë shqip, nga shqipja në hollandisht. Tani unë një dilemë kam. Unë nëse rri pa lexuar për një kohë gjatë, ose këto kohë që në fakt po merrem me gazetari si profesion për dishmëri. Gjuha ime është pak më e përmbledhur, pak më ekstrakt, sepse lajmi do të tillë. Ti përveç kësaj ti edhe në shqip nuk flet, pra ti shkruan gjithkohës në hollandisht raportet, esetë e tjera. Si ja del ta ruash gjuhën po themi e shtjelluar letrare për të përkthyer. Ke probleme në këtë pikë, ke një ritual që ti e përdor për të rikthyer gjuhës dhe për të përkthyer në mënyrën e duhur. Leximi, vetëm leximi. Faktikisht vetëm duke lexuar, unë komunikoj, sigurisht që komunikoj me djalin, me Andrean, komunikoj me prindrit, me motrën. Po për kjo është gjuha jone e përditshme. Po kjo është gjuha jone e përditshme. Vetëm leximi bën atë. Domethënë, unë përpiqem në mënyrë të pavetdijshme kur marr një vepër, e cila është përkthyer në shqip, qoftë edhe kur shikoj një film. Gjatë gjithë kohës janë duke u marrë me përkthimin. Domethënë, është gati automatike që ai ka sjell mirë, bukur në shqip. Pra ti ke hyrë në rolin e përkthyeses, pra ke gëzofin tashmë. Po, sepse është një dialog që ke faktikisht me një shkrimtar. Dhe për fat ka qelluar kam përkthyer shkrimtar të mirë nga hollandishtja, Herman Koch, Marguerite Dumour, Marente Dumour, kam përkthyer për shpin botuse ditoria këtu që përkthen shumë libra nga letërsia hollandeze. Kam përkthyer dhe vet nga shqipja në hollandisht dhe në anglisht, poet shqiptar, dhe gjithmonë një lloj mënyre mbetesh në dialog, domethënë është një akt dashurie në fakt dhe besnikërie përkthimi që ke me atë autorin që e ka shkruar. Dhe unë përpiqem të mbetem besnike, por përkthimi nxjerr dhe të palara. Në kuptimin që ti merr një poezi që ka 5 strofa, 6 strofa, 5 vargje.
Dhe unë sa po e lexoj e di aty ku ka ngecur ai poeti, ose ku nuk ka arritur dhe ku ka arritur. Dhe ose e lexoj dhe them, okay, fundi, ku e ka fundin? Çka ka dash me thënë? Këtu, ku është ai vargu i fundit që të mbetet në mendje? Që bën mbyllje. Ku është kjo? Domethënë bëhesh shumë kritike dhe ndoshta edhe kjo që thua ti tani, që thua që je ndrojtur, është sepse një lloj mënyre si ato kritikët letrar, edhe përkthyesit i futen poezisë në eshtrat e veta, në të brendshmet e veta, edhe duke nxjerr ato fjalën e re, është art përkthimi, duke e rilindur atë poezi në një gjuhë tjetër. Përpiqen nganjëherë dhe ta zbukurojnë, t'ja bëjnë një çik syt më të bukur, vetullat, flokët t'ja ndryshojnë. Po kur mi mbetet, shpirti mbetet ajo që ka qenë, ose të paktën kështu duhet jetë. Domethënë, edhe në një poezi e përkthyer duhet transmetoj atë çfarë ka dashur të thotë poeti. Edhe e njëjta gjë edhe për romanin. Po domethënë, unë e di kur kërcet vargu, për shembull, e di kur nuk ka arritur që ta nxjerr ashtu siç duhet. Ndërkohë që ti ke dashur të mbyllësh gjitha proceset vet, të shkruash vet, të redaktosh vet dhe ti botosh vet. Ti ke edhe një shtëpi botuese në Holland. Atëherë, ajo është ajo është një shtëpi. Po çfarë si ka shtëpi botuese? Shtëpis botuese po them. Shtëpis. Carabella Books. Para 3 vjetësh, mbasi merr një jepja me përkthime dhe doli ajo bisedë me 10 miq. Atëherë thash, me sa duket këtë pas ka më shumë si mision, unë i bashkoj atë botën e këtushme dhe atë botën atjeshme, domethënë një lloj mënyre e bashkoj të dyja botët për të arritur në atë që quhet bota imja, po themi. Dhe unë thash, atëherë po bëj diçka, po krijoj një si shtëpi botuese, e cila nuk merret vetëm me botime, ne organizojmë takime atje, ku ke qenë edhe ti, ku sjellim poet, sjellim shkriptar, sjellim ato që i thonë holandezët bruggebouwer, ata që ndërtojnë ura, komunikimi me diskulturash, edhe diskutojmë për poezinë. Një nga gjërat më të mrekullueshme që faktikisht që të cilës unë i gëzohem edhe e shijoj shumë në Holland, është që kam një grup poetësh, kam një grup njerëzish të dashur, shkrimtarësh, me cilët mblidhem dhe diskutojmë. Dhe këta përpiqem t'i aktivizoj, një 3 prej tyre i kam botuar. Domethënë, është krejt subjektive, është ajo puna ime. Si funksionon shtëpia jote botuese? Shpërndan nëpër librari, mund të çosh nëpër librari? Shpërndan, po ki parasysh. Holanda është, nuk është. Po poezia lexohet shumë pak. Nuk po shkojnë te shitjet, pra ti ke strukturat, mund të shpërndash libra, i bën takimet. Njihet si shtëpi botuese e mirëfillt apo jo? Po, takimet kemi bërë në Rotterdam, në Haag, në Amsterdam. Shpërndarja është në Haag, Rotterdam, Amsterdam dhe online. Është shumë e vogël, por unë përpiqem të ruaj cilësinë. Sigurisht. Domethënë, s'kam dyshime në këtë. Shumë nga miqt nuk është komerciale, plus që asnjëri nuk fiton duke botuar poezi. Normalisht, po. Pra, po unë të sugjeroj ta zgjerosh gamën. Shumë nga miqt e tu holandez, që ti faktikisht shumë, kanë qenë në Shqipëri dhe kanë ardhur me ftesën tënde, pra nëpërmjet teje. Jam kurioz, si u duket Shqipëria atyre, parë nga sytë jo të poetit, parë nga sytë e individit, e europianit, pra të holandezit. Çfarë thonë për Shqipërinë? Duke përjashtuar vendet e bukura që ti qen, takimet me ta që bën këtu, jeta dinamike këtu, se gjëra që ata mendojnë se Shqipëria i ka ndryshe, nuk i ka mirë, i ka ndoshta më mirë, se tani pak nga pak pjesë e Europës mund të konsiderojmë edhe ne. Çfarë thonë për Shqipërinë miqtë tu në përgjithësi? E para, a janë sinqert fillimisht me ty për t'i thënë të gjëra që e para dhe më e rëndësishmja është që për mua ka qenë e dhimbshme në vitet e para tranzicionit, po themi që kur merrnin vesh që isha shqiptare, thonin, po ti je ndryshe. Okay. Sepse gjithë ajo ideja që kishin të huajt për Shqipërinë ishte ajo, ishin anijet me emigracioni i shqiptarëve. Dhe gjithë përpjekja ime një lloj mënyre është për të thënë që s'jam ndryshe. Unë i kam rënjtë e mia këtu dhe i falem vendit tim.
për gjithë çam ka dhënë, jo vetëm familjes time, shkollës që kam bërë këtu, miqësive që kam këtu, që janë shumë të hershme dhe për mua shumë të rëndësishme, dhe vitalitetit të njerëzve të mi. Dhe në këtë kuptim, unë përpiqem që ata miq që sjell dhe që vinë, indoktrinoj një lloj mënyre me një lloj dëshire për ta parë këtë Shqipërinë time. Dhe e gjejnë të gjithë. Ku e gjejnë? Nuk e gjejnë vetëm te natyra, absolutisht. Natyra është e mrekullueshme, as diskutohet. Nuk e gjejnë as në rrënojat e antikitetit. Dhe ato janë të mrekullueshme. E gjejnë te kontaktet, te njerëzit, te ngrohtësia, në marrëdhëniet njerëzore që ne kemi. Dhe nganjëherë ndoshta më pak kompleks për të huajt shqiptarët. Po prap, ajo i mbetet në mendje. Dhe varet nga interesat. Kush ka interes për letërsinë, sigurisht lexon romancier, lexon poezi, lexon kadaren, lexon dhe çfarë mund të gjej tjetër nga shqipja. Kush ka interes për historinë, thellohet edhe gjen lidhjet, faktin që koloneli Thompson ishte holandez dhe si ndodhi gjithë historia ka botime të mira edhe për atë. Kush është interesuar për ekonominë, shikon për mundësi. Ja sot sapo takova një mikun tim i cili me një këmbë në Holland, me një këmbë në Shqipëri dhe përpiqet të bëjë biznes dhe ai sjell shumë të huaj këtu. Skuadra futbolli, të rinj. Domethënë për mua është e domosdoshme që ne të njihemi, sepse vetëm duke na njohur do na duan. Dhe të njihemi si njerëz, njihemi me kulturën tonë, njihemi me traditat tona, njihemi edhe me luftën tonë për të mbijetuar. Sepse shqiptarët nëse kanë diçka që i lidh, është ajo ekzistenca me çdo kusht për t'ia dalë aty në periferi të gjithë perandorive, austro-hungarezëve, turk, osmanëve, otomanëve, gjithë këto. Dhe na njohin për këtë shpirtin e mbijetesës që kemi. Ishte e bukur që the, ma parafrazo dhe një herë të lutem, me gjithë jeta ime ka qenë, e gjithë lufta ime ka qenë që të njohin kush jam. Kështu e them më duket? Jo, gjithë përpjekjet e mia kanë qenë që na njohin, edhe duke na njohur na duan. A bëhet kjo luftë ndoshta pak më e lehtë sot për një shqiptar se sa dikur kur ishe ti? Sepse e para ti nuk kishe mundësi, s'pari duhet rrëzoje stereotipin. Pra, kur shkoje shqiptar dhe prit është shqiptar. E dyta ti nuk kishe asnjë mundësi t'u afroje vendin tënd, po dhe nëse u afroje është një Shqipëri shkatruar, një Shqipëri e rrethkosur, le të themi. Pra, besoj se kjo ka ndryshuar dhe statusin e emigrantit sot Albana apo jo. Pra, një njerëz që emigron sot në Europë nuk është njësoj si ti që shkove para 30 vitesh dhe ku, në zemër qytetërimit, po themi, pra jo në një shtet ballkanik ku paka shumë kulturat janë të njëjta. Sipas te emigranti ka ndryshuar gjithë këtë kohë, sepse ka ndryshuar ndoshta vendi i tij. Ka dy, të paktën kun kam takuar dy lloj emigrantësh tani. Dhe në fakt to janë histori të dhimbshme. E para ka marr pjesë në një projekt që kishte këtu zyra e migracionit, IOM, zyra ndërkombëtare e migracionit, që quheshe ti e Shqipëria. Shqipëria je ti. Dhe ideja ishte që duhet tani t'i mbushni mendjen të rinjve shqiptar që të mos emigronin. Dhe t'i ftonim ata që të ktheheshin në vendin e tyre. Dhe financonte Hollanda me Belgjikën. Dhe unë i them, do shkruaj 10 histori emigrantësh. Shkoj aty ku mblidheshin, ata që ishin kapur, që donin të shkonin në mënyrë ilegale, megjithëse edhe fjala ilegale nuk ka njeri ilegal në një lloj kuptimi, po në mënyrë të parregullt ishin futur në Evropë dhe donin dhe në mënyrë krejt parregull donin të futeshin në Angli. Dhe këto rrinin në disa qendra, si para burgim, dhe i thuheshe, do ktheheni vullnetarisht apo dhe i vinin në një vull në pashaport që për 5 vjet s'kishin drejt të futeshin në komunitetin evropian. Unë kam biseduar me ata njerëz, ashtu siç kam biseduar edhe me mamën e një vajze autiste, e cila së bashku me të shoqen dhe vajzën tjetër vendosin të kërkonin strahim në Belgjik. Pse? Sepse nuk kishte ardhme për atë familje duke pasur një fëmijë aq autist këtu. Nuk ka struktura, nuk ka ndihmë, ka një ndihmë minimale për ata njerëz që janë të marginalizuar. Tani të 10 këta të rinj, të 9 po themi, sepse tjetra ishte historia e kësaj familje, ishin të rinj,
ishin 17, 18, 20 vjeçar, të cilët mendonin që po të shkonin atje, do fitonin disa lek dhe do të arrinin të fitonin brenda një kohe të shkurtër lek dhe do vinin këtu dhe do jetonin më lehtazi. Ose mbështeteshin nga familja e tyre diku në Angli ose në Francë ose kështu dhe do fillonin një jetë re. Puna është çfarë do bënin ata njerëz atje. Dhe me gjithë propagandën që bënte ky projekti që ti je Shqipëria, mirë se po ktheheshin. Ku janë ata sot? Çfarë i ofronte shteti atyre? Shteti jon. Po, në momentin që zbritën nga avioni, çfarë i ofroi? I ofroi një vend pune, i ofroi një lloj shkollimi, i ofroi një biznes, një financim të vogël për të filluar një biznes, i ofroi një të ardhmen në fundit. Fakti që nga Shkodra, Kuksi dhe nga shumica e veriut të Shqipërisë ka ikur masivisht rinia, është që një lloj mënyre nuk e është arritur t'i ofrohet diçka, pikërisht këtij grupi i cili nuk e din, nuk e gjen veten, do rrinë në fshat, pse duhet rrinë në fshat? Kur fshati po braktiset, nuk ka rrugë, nuk ka infrastrukturë. Do vinë në qytet, kush do të jenë? Të humburit? Dhe do fitojnë një rrok shumë të vogël ku nuk do arrin do të mbajnë as familjen e tyre, të martohen, të krijojnë familje, dhe këto njerëz, do thuash se këto janë historitë botërore, nuk ka asgjë të veçantë Shqipëria. Po nëse ne nuk duam që të jemi një vend me një popullsi shumë të moshuar, brenda pak kohe, siç janë gjithë vendet e lindjes, atëherë duhet që këtyre të rinjve t'i ofrojmë një alternativë. Sepse ata të rinjt me cilët flisja unë, e mendonin më të lehtë të futjen në përmaune dhe rrezikimin e jetës, sesa t'ia dilnin këtyre strukturave, që t'i shifnin ata si individ, t'i shikonin si rini dhe t'i jepnin një të ardhme në vendin e vet. T'i jepnin një dorë. Në këtë kuptim, ky është emigracioni prapë për migracioni sotëm. Është e dhimbshme, po është një. Pastaj ka dhe disa emigrantë të tjerë. Janë emigrantë të cilët kanë studiuar atje, zakonisht vjen nga familje të mira, që arrin të mbështesin, paguajnë një 5.000, 6.000, 10.000 euro sa bëhet në vit, dhe përpiqen gjejnë punë atje. Në për banka, me IT, me gjithë gjërat e tjera. Ky është një grup krejt tjetër. Ky është një grup i cili është i stabilizuar, integruar, flet anglisht të gjithë këto. Tani edhe këta një lloj mënyre, prap nuk po kthehen. Atëherë ç'a duhet bëj? Ç'a duhet ndodh këtu? Që të dyja këto grupe, që janë rini, këto kam takuar, po themi. Njërën sepse kisha detyrë që të shkruajja histori dhe e bëra me shumë dëshirë, shkruajta histori të dhimbshme për ta, dhe tjetrin sepse i takoj në përmbrëmjet që bën ambasada shqiptare kur feston pavarësinë dhe gjithë këto festa. Dy realitete krejt ndryshme. Janë dy grupe krejt të ndryshme që vinë nga një vend. Dhe këtu shikon edhe atë që Shqipëria nuk është ajo Shqipëria para 30 vjetme. Është Shqipëri me klasa të ndryshme, me një nivel pasurie të ndryshme, me fate të ndryshme. Dhe në këtë kuptim, nëse duam që si Hollanda të kemi standard, atëherë duhet që të përpiqemi që të arrijmë që të dy këto grupe t'i kthejmë, t'i ftojmë, t'i ndjellim që të rrinë në vendin e tyre. T'i integrojmë kryesorja, sepse siç theti, po dhe atëherë vim tek përfundimi, pra që atë dhe është ai vend ku ty të ofrohet një jetë dinjitoze, apo jo? Ti këtë gjë e ke këtu zgjedh të flasësh ose jo, Lusi është djali jot. Dhe vetë që thënë që nëse do isha në Shqipëri nuk do ja dilja me te. Sepse habe një bisedë, një çifti më parë që ishin emigrantë të tjerë. Pra do të thotë që atë është ai vend që ty të përgjigjet. Siguron kushte. Po. Përveç punës që unë një lloj mënyre e kam mbajtur gjatë gjithë kohës në Holland, biles e kam mbajtur edhe për këtë arsye edhe po ta tregoj, sepse unë kur shkova atje dhe studiova dhe mora bursën holandeze dhe gjeta punë, më hapën derë në kështu. Gjithmonë kam menduar që unë duhet një lloj mënyre t'ja kthej këtë investim, t'ja kthej këtë hapje deri që bëri Hollanda. Ti përgjigjem dhe ti je mirënjohse për ta. Dhe këtu u shtu dhe një element tjetër. Lucio, djali i dytë, është që bëhet si vjet 25 vjeç, është autist, ka nevoja të veçanta. Ajo është super e lumtur kur vjen në Shqipëri, se për të Shqipëria është plazhet, është koha e mirë, pushimet, është dashuria e nënës dhe e gjyshit, janë pushimet. Por
a do kisha mundësi unë t'ja bënja Lucios të gjitha ato shërbime, të gjitha ato terapi këtu? Mendoj që jo. Kështu që unë jam shumë mirë njohëse Hollandës dhe që më ka lënë në dinjitetin tim, një lloj mënyre, dhe më ka bërë që të kontriboj njëkohësisht duke më krijuar atë që i thon safety net, duke më mbajtur. Dhe unë aty kam kriju një familje të re faktikisht. Në jetën e Lucios ka njerëz shumë të dashur, të cilët na gjenden për Lucian dhe që e bëjnë shumë të dashur atë vend. Se njerëzit janë fundit. Tani ti the njerëzit, the dhe miqt. Ke miq hollandez, miq shqiptar, çfarë i dallon ta? Sipas te, apo miqt janë miq edhe nuk ka dallime? Miqt janë miq. Miku i mirë është ai që është nevojë. Pra që gjendet në nevojë. Nuk ka komp miqësia, mendoj. Këtu sigurisht janë miqësitë e hershme dhe ajo që ndaj kujtimet. Dhe ajo është një gjë shumë e rëndësishme, sidomos kur je larg, njeriu jeton me kujtime. Por gjithsesi për te, po themi për te gjithë këtij sensibilizimit tënd si poete dhe ndjenjë shpirtërore, ishte vetëm rrëfimi yt për Lucian që të bën të mendosh, të reflektosh dhe të kuptosh se pse shqiptar duan të ikin. Sepse Shqipëria, du ta themi, nuk është ajo Shqipëria që trumbetojnë politikanët, nuk është absolutisht. Shqipëria nuk është Ksamili, nuk është Vlora, nuk është Bregdeti, nuk është restorant, nuk janë restorantet. Unë kam një brengë dhe kam një mundim shumë të madh edhe një frikë shumë të madhe që Shqipëria shumë shpejt nuk do të përkas më shqiptarëve. Do jetë një vend ku do të përkas vetëm turistëve, vetëm tuajve. Po sa standard dhe sa mundësi do kemi ne t'i kapim standardet atyre, sepse po ndërtohet një shtet i cili të shërbej vetëm tuajve. Çmimet, shërbimet, restorantet, gjithçka që po ngrihet në të vend po ngrihet duke konceptuar tuajt. Atëherë pyetja që lind është sa vend mund të ketë për ne në të vend. Pra sa mundësi do kemi ne të jetojmë në vendin tonë. Unë uroj shumë që kjo mos të ndodh, se kemi dhe rastin e Amsterdamit, kemi dhe rastin e Spanjës, do jo më larg se para pak ditësh u ngrit një pyetje, a do jetë Shqipëria ndoshta si Spanja në të ardhmen, ku turistët po bëjnë namin dhe po e pushtojnë si vend. Ndoshta kjo është gjë e mirë, ndoshta kjo është gjë e keqe, prap, nuk e di, këtë do ta shohim vazhdim, por aty ku ose ajo që unë du të pyes si një europiane tashmë, ti je një grua europiane, nuk ka kufi për ty, e njeh shumë mirë, me gjithë të standarde, me gjithë të punë që po bën Shqipëria, ose me gjithë të lloj standarde që kanë ngritur sytë të tjerëve të paktën, a është gati Shqipëria për mbëje? Vërtet është gati apo thjesht është një slogan politik që po përdoret? Për te sloganëve, Shqipëria po i përmbush disa kritere. Po bën reforma, po digitalizon shërbimet. Shqipëria ka rrugë, Shqipëria ka spitale, Shqipëria po bën shkolla. Por të qenurit në BE nuk janë vetëm këto, është mundësi. Pikërisht. Është mundësi. A kemi ne këtë mundësi? Mund ta thush. Se në podcast duhet të flasim se ka njerëz që na dëgjojnë, nuk na shohin ndoshta. Më vjen keq. Pra nuk i kemi. Jo. Është mundësi e cila duhet të formuar dhe duhet zhvilluar. Duhet zhvilluar që vendet e punës të merren në bazë të meritokracisë. Që strukturat të funksionojnë pa pasur nevojë për të paguar, pa dhënë kafe. Andej kënej. Korrupsioni që është një korrupsioni. Që njerëzit e varfër, njerëzit e marginalizuar, njerëzit me probleme, si puna e fëmijëve me nevoja të veçanta, po dhe kafshët të trajtohen me dinjitet. Kur ti kemi këto, atëherë them që si mendsi jemi gati me u fut në Evropë. Okay. Dhe këtu çfarë është e bukur është sepse unë flas ne. dhe gjatë gjithë kohës unë si shqiptare, pra sikur je. Atëherë me që ti flet këtu dhe je gjithkohës në Holland fizikisht. Ka ne mendje Albana për të rikthyer një ditë? Po, pse jo? Tani rikthimi unë e besoj që nuk është përfundimtar, se nuk ka rikthim përfundimtar, se tani të vishë Shqipëria jam i bindur që do të mungojë Hollanda shumë. Siç mungon Shqipëria sot, besoj. Po a ka një ide për të kthyer, për të qenë më prezente këtu? Po.
Se ne kemi nevojë për njerëz që kontribuojnë. Nuk e di, unë përpiqem që në fundit të jem në harmoni, ato botët e mia të jenë në harmoni. Ka aq shumë gjëra që kam mësuar në Holland, aq shumë ide, aq shumë praktika. Është një vend me shtet, ku funksionon shteti prej shumë vitesh. Është një vend i lirë në fundit. Është një vend ku Amsterdami ka 98 komsi. Është një vend e cili me gjithë politikat e djathta që ka tani, prap njihet për tolerancën që ka. Atëherë, për mua ka qenë një shkollë e madhe e jetës. Edhe sa herë që shoh diçka të re dhe mendoj diçka të re, e mendoj si do ishte po të bëjë kjo në Shqipëri. Prap vazhdon mendon si ne. Sepse gjithkohon mendoj që sa mirë do t'i bëhesh në Shqipëri, po të bante edhe këtë. Dhe unë i gëzohem çfarë do lloj ndryshimi të vogël këtu, me të thënë të drejtën. Çfarë do lloj gjëje që bëhet në mënyrë konstruktive. I gëzohem pafund, sepse më rritet ymri, më rritet jeta një lloj mënyre. Fillon dhe mburresh pak atje, thuaj bën atë. Po, dhe tani Shqipëria fal disa programe televizive, të cilat edhe u ndërmjetësuan edhe nga ambasada shqiptare aty. Me një mik kam pasur, dhe kam një mik shumë të mirë, Adia Sakiqin, që ishte ambasadore aty. Dhe ajo bëri çmos që Shqipëria të njiheshe edhe si Shqipëri për kulturën që ka, për traditën. Dhe u bën një program që quhej Kush është spioni, i cili u realizua në Shqipëri. Dhe njerëzit u pa rreth 3.4 milion shikues brenda një nate shikonin këto serialet me Shqipërinë dhe panë që nuk e kishin idenë se çfarë ishte Shqipëria. Përtej asaj atyre takimeve që bënin me mua dhe 100 shqiptar të tjerë. Dhe Shqipëria filloi edhe u vizitua nga shumë holandez. Problemi nuk është se po vinë një herë. Ata duhet vinë dhe herën e dytë, duhet vinë dhe herën e tretë, dhe që të vinë 2 herë, 3 herë, dhe që të na duan, të dashurojnë me vendin tonë, duhet shkohet përtej, siç the, Skamilit, Vlorës, duhet shkohet përtej, duhet krijohet një lidhje organike, që mos jetë vetëm si vend turistash, ku vinë, pinë birra, dhe iket. Jo, duhet që jetë një vend i cili ka çfarë t'i ofroj përtej asaj. Dhe nuk mund t'i ofroj përtej asaj, nëse ne nuk reflektojmë çka kemi për t'i ofruar, përveç se një lumi, një mali, një deti. Si njerëz, çka kemi ne për t'i ofruar. Dhe kjo është një lloj mënyre ajo procesi për të reflektuar për veten. Ç'a mund t'i ofrosh ti botës? Ç'a mund t'i ofrojë Shqipëria? Dhe kjo ka besimin dhe përshtypje nis nga pyetja se çfarë mund të ofrojmë ne për njerëzit tanë fillimisht. Nëse ne krijojmë një standard këtu, nëse ne krijojmë një Shqipëri të mirë për veten tonë, të tjerë do vinë dhe do ta ndjejnë këtë gjë. Albana Shala, unë të falenderoj nga zemra për prezencën tënde, ti vjen shumë shpejt nga Hollanda dhe ikën ende pa ardhur, por këtë radhë gjetë kohën vishë në podcast. Faleminderit shumë për ftesën. Jam e lumtur që më ftuat dhe shpresoj që të kem thënë ndonjë gjë. Sigurisht që ke thënë, ndryshe nuk do të ftoja. Unë i zgjedh njerëzit që ftoj këtu gjithmonë. Faleminderit për prezencën, miq të Pathana. Kjo ishte puntata për sot. Ju lëm takim të mërkurën tjetër në orën 20 gjithmonë Gazetasi.